Përshëndetje, mirë se erdhën në kanalin tim. Është shumë herë në mëngjes, akoma nuk jam zgjuar mirë, kështu që ju lutem, mos e merrni parasysh këtë pamjen time. Atëherë, sot e vendosëm që do të xhiroj një video të vogël për të bërë lajmërimin, pra tregimin e shtatzanisë. Jam në muajin e 5, edhe deri tani nuk e kisha ndjerë, sepse mendova që mbase mund ta shijoj dhe ta mbaj pak më shumë për veten time. Por erdhi para disa ditësh që po flisnim me Shtefani dhe ndjevëm të dy të nevojshme që mbase shkoha. Edhe duam që të xhirojmë një video kur akoma nuk e kam barkun shumë të madh, sepse që ta mbajmë si kujtim në fillimet e shtatzanisë, kështu që menduam pse jo tani. Pse jo tani? Neve jemi kthyer nga pushimet në Tunizi dhe kemi shumë pak ditë, kështu që ditën e sotme unë kam bërë booking për veten time, kështu që do shkoj në dyqane, do blej disa produkte që më duhen për babyn. Më duhen disa produkte, si për shembull disa kam parë në internet disa jashtëk që lexojnë mami dhe babi. Nuk e di, mbase disa lule të thata, diçka të bukur që ta bëj gjithë ambientin të lezetshëm. Kam një ide shumë të bukur se si dua që ta realizojmë videon, kështu që shpresoj që t'ju pëlqejë edhe juve. E ndjeva të nevojshme që tani është koha që ta ndaj me ju, sepse unë e shijova mjaftueshëm. Edhe tani jam shumë aktive, duke qenë se jam shumë mirë, në punë nuk po shkoj dhe kam kaq shumë kohë dhe doja që mos t'ju gëtleja më sy për sy, edhe t'ja tregoja çfarë po përjetoj këtë momentin kaq të bukur, sepse momentet shumë të vështira i kam ndarë me ju, pse jo mos ndaj edhe këtë momentin e bukur. Kështu që qëndroni me mua, shkojmë në dyqan, inshallah të kem kohë të xhiroj disa gjëra. Dhe pastaj do bëhemi gati, do gatuajmë se para se të ikim do ham diçka, se nuk e di sa do vonohemi andej. Edhe shikojmë dhe rezultatin e videos. Le të bëhemi gati, unë harrova që ta xhiroja pjesën e parë, kur fillova t'ju flisja që po bëhem gati, kështu që kam gjetur një make-up super të thjeshtë, pak pink, të lehtë, bajzëror, edhe le të bëhemi gati për të shkuar në video. Pastaj pak rimel, buzë do lë dhe voilà, that's all. Nuk do bëj ndonjë gjë më shumë, se nuk kam as nerva. Edhe për ta cëria, domethënë është një ndër gjërat. Besoj keni parë disa video, jo vetëm video se si kemi bërë këtë. Kjo video po xhirohet kur unë jam 5 muajshe. Mua prap njësoj më duket barku. Shpresoj mos ketë ndonjë gjë. Menduam shumë ta bëjmë këtë video, mos ta bëjmë këtë video, sepse ta mbajmë private, mos ta mbajmë private, po është një pjesë shumë e bukur e jetës time dhe përderisa unë kam ndarë këtu pjesë shumë të vështira të jetës, do ishte e padrejtë që këto pjesët e bukura t'i lija jashtë edhe t'ju tregoja juve vetëm gjërat e këqija apo dhe të vështira. Kështu që unë kështu e mendova. Shtefani po ma plotson, po ma plotson dëshirën edhe po vjen që t'i bëj me mua video, po çka se ai nuk ka qef fare, ju e dini,
Sidomos, jo vetëm Shtefani, po besoj të huajt, paka shumë nuk I kushtojnë rëndësi këtyre videove apo fotove, aq sa ne shqiptarët apo ballkanasit në përgjithësi. Kështu që kam përshtypjen që po e bën për mua, shumë mirë që po e bën se un po bëj fëmijën e tij, kështu që është gjëja më e pakët që mund të bëj. Okej. Make-upi është gati, le të bëjmë flokët. Me këtë veshje më duket sikur po shkoj të kërcej belly dance, po provoj këtë fundin, mbase do duket më mirë, ose po provoj këtë fundin njërë me atë këmishën tjetër, mbase duket dhe ai mirë. Okej, këtë këmishën duhet ta hekuroz, gjithsesi është më mirë se me atë bluzën tjetër, se duket pak barku pra këtu. Luk, ma lërë fustanin. Lërë. Si me ndoni? Bëj foton aty. Vendosim extensionat. Edhe pastaj t'i bëjmë pak me onde. Të paktën unë kështu e bëj gjithmonë, vendos një extension, pastaj përpiqem t'i bëj me onde, sepse më duket sikur ndërthuren më mirë flokët ashtu. Dhe bëjnë onde bashk. Okej, këtë vend parë këta. Ta krejnë një qik. Që është përhapet. Kjo është e keqja extensionare në fakt, mblidhen shumë shpejt me njëra tjetrën edhe duket sikur si janë krejor ka 2 vite. Flokët janë gati. Tani vetëm do t'ju bëj ndonjë onde. Edhe do vishë. Një shport me gjërat që do marrë, besoj këto do t'i marrë për dekor, po s'jam e sigurt. Mbas edhe këtë që t'i vendosim. Nuk jam shumë e sigurt me të drejtën. Po do t'i marrë, më mirë t'i kemi. Edhe këtë do e marrë që aty mbas e të vendosim këto foto gjërat. Po marrë një foto ultra shal, ultra ekoje, po marrë këto këpucët që janë dhe gjëja e parë që ja tregova Shtefanit, shtatzanin. Këtu. Po marrë këto lullet, në base do na duen. Nuk e di për çfarë mund na duen, po just in case. Marrë të këtë lodrën, apo nuk ka nevoj? Besoj që jo. Dhe kjo këtu është, kjo fotoja 2 sekondë, për shembull që kemi një ide për videon se si do ta bëjmë, kështu që kjo është shporta, po e marr me vete. Para se të nisemi, po mendoja të gatuaja një herë për mua dhe për Shtefani dhe që të shkojmë me barkun plot e pastaj të nisemi. Kështu që do gatuaj një tip jo byreku, por që bëhet me këto petat e picës. Nuk di si ta quaj, kështu që shikoni në fund edhe quajni vetë si të doni. Unë kam marrë petat e gatshme prej pice, 2 copë, dhe kam këtu salam pule do ta quaj, të cilën do ta pres në copa shumë të vogël ose salam prej gjoksit të pulës. Kam prerë në copa shumë të vogla dhe janë kështu shumë të mira që I japin aromë gjithë gjës. Këtu po përdor djathin Philadelphia për të lyer komplet një herë pjesën e picës, le ta quaj fillimisht, dhe jep një shije shumë të mirë, unë e adoroj djathin Philadelphia. Pastaj kemi këtu dhe koper, quhet në shqip, dill. Në gjermanisht koper, mendoj që quhet në shqip, po. Dhe koperin do t'ja shpërndajmë gjithë pjesës së picës, greni sa më mirë që të keni mundësi. Edhe e shpërndaj atu dhe unë e adoroj po ashtu koperin dhe keni idenë se sa aromë të mirë që jep gjithë gjës. Do shpërndaj patjetër edhe këtë sallamin që preva. Është diçka shumë e thjeshtë kjo që po bëj, por në fund do keni vërtet një çfarë të hani o njerëz.
Kjo pjesa e pulës më kishte mbetur nga dje që kisha pjekur pul për të bërë hamburger çfarë bëra ose club sandwich. Edhe më kishin mbetur dhe thash pse ti hedh për përdor për t'ia hedhur këtyre picave dhe ti mbush me sa më shumë gjëra që të jetë e mundur. Kështu që mund të përdorni edhe gjëra tuaja çfarë të doni. Po ashtu kam nxjerr 2 kokë raves, të cilat i kam prerë dhe i pres në copa shumë të vogla dhe do i shpërndaj po ashtu në për të gjithë picën. Siç e shikoni, unë i kam prerë mbase pak më të mëdha, mbase prini pak më të vogla, por nuk është se do bëj ndonjë dallim, besoj, në fund fare, kështu që jemi mirë. Kemi ullin, mund të merrni edhe ullin të zi, por mua ullin të jeshim më pëlqen pak më shumë se janë pak më të butë në shije. Domethënë jo aq të thatca që janë ullinjt. Kështu që i hodha djathën e kam të grirë, kështu që nuk kishte nevojë që ta grija, po mund edhe ta grini vetë në rende si të doni ju. Dhe ja kam hedhur djathin gjithandej, sa më shumë aq më mirë, edhe ullinjt po ashtu i kam shpërndar, i kam prerë. Këto ullinjt ishin fantastik se nuk kishin as bërthama. Kështu që hidhini krip, hidhini peper të zi, që janë gjithmonë besoj gjëra normale të gatimit, dhe pastaj do t'i mbledhim picat, do t'i bëjmë kështu si role. Edhe mos harroni edhe pak vaj, që edhe brenda të skuqen me njëri tjetrin, por nuk besoj se do jetë shumë nevoja. Gjithsesi unë hodha pak. Përpiquni që t'i mblidhni të dyja kështu si role, sa më bukur dhe sa më të vogla të jetë e mundur. Është hera ime e parë, kështu që mos ma vini shumë re, mbase po bëj diçka gabim, nëse keni ju ndonjë këshill që të ma thoni. Edhe kjo është mënyra se si unë po përpiqem që t'i mbledh rolet e të dyja picave. Nuk është thënë që t'i bëni perfekte, mjafton që mos ju dalin gjërat jashtë. Po shikoni, ja, e përfundova dhe do ta vendosim në këtë formën e gjysmës hënës. Që shikoni, nuk e kam bërë shumë të mirë, kam bërë shumë të trash. Mirë po, është hera ime e parë, kështu që mos ma vini re. Po ashtu marrim edhe gjysmën tjetër, të cilën e kemi mbledhur role, dhe do ta vendosim si gjysmë hën nga poshtë për të krijuar një rreth, dhe nëse do ta bëni në mënyrë të njëtrajtshme, do keni një rreth të bukur dhe jo kaq të shëmtuar si imi. Do t'i presim pjesët jo deri në fund, pra deri në gjysmë, për ta hapur pak pjesën e brumit, që të duken se çfarë është mbushja brenda, dhe në mënyrë që pastaj kur ta lyejmë me vezë, të cilin e kemi hedhur kripë dhe piper, të kemi mundësi të shkojmë edhe brenda me pak furç, që edhe të marrë shijen komplet të vezës të skuqur sipër. Kështu që rrini mirë. Dhe pastaj merrni një furç, siç e kam marrë unë, ose mbase një lupë, varet çfarë ju përshtatet juve më shumë. Unë mora këtë furçën, nuk isha shumë e kënaqur me rezultatin, nuk e di pse në fund nuk më doli veza aq e verdhë. Mbase duhet kisha marrë vetëm të verdhën e vezës, kështu që provojeni. Me një luk, unë ju shkoj në mes, pra ku është prerë në të dy anët, në mes rëndojni pak në mënyrë që të prerat të hapen, edhe të dali më në pak se çfarë ka brenda kjo roleja, dhe kështu duket e pjekur, na bëf të mirë. Sa nervozje? Unë pak. Fare. Unë shumë. Shumë bukur. Ky është videografi jon, Ivan, do na bëj videon. Gati, bist du bereit? Këtu mi dispemve do bëjmë videon e shkurtër. Shi sa bukur që është. Ish permise das schauen, mein Schatz. Also die Natur, meine ich. Kanë qelur edhe pemët, o sa bukur. Ka lezet.
Sa po mbaruam Einmal spielen. dhe shikoni sa bukur që është dielli. Deine. Sa po mbaruam photoshooting, iku dhe dielli. Shikoni sa cute. Waren sehr stark und sehr schnell. Genau. Der Grund für Junge oder Mädchen nur kontrollieren, natürlich. Stefani sot është bërë model. Bravo zemër. Të lumt. Gute Arbeit. Jam shumë e lumtur që e bërëm këtë video dhe bërëm disa foto shumë të bukura. Ishte sot shumë eksperiencë e bukur. Ndihem shumë e lumtur. Edhe shpresoj që rezultati të jetë një video e bukur. Besoj që po, ju e keni parë. Që videot dhe fotot dukeshin fantastike. Sa po arritëm në shtëpi, çdo që u mbyll me sukses, edhe ja ku jemi. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo video. Shihemi në videon tjetër. Ciao.